Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, është zhvilluar një tjetër seancë në kuadër të procesit gjyqësor për vrasjen e ish policit Santiago Malco. Ngjarja e ndodhur në gusht të vitit 2019 në zonën e Xhamllikut në Tiranë. Burime pranë gjykatës kanë bërë të ditur se të pandehur në këtë çështje janë Leonard Duka, Erlis Duka, Fatmir Hyseini, Aleksandër Maxhaku dhe Oltjan Loga. Ata akuzohen si pjesëtar të një grupi kriminal që dyshohet se kanë planifikuar dhe më pas kanë ekzekutuar Santiago Malcon, një figurë e njohur për lidhjet e tij me Ervis Martinaj, i konsideruar krahu i djathtë i këtij të fundit. Gjatë seancës ishte parashikuar të dëshmonte Muhamet Duka, babai i Leonard Dukës, por ai nuk u paraqit në sallë për shkak të problemeve shëndetësore. Avokatja e tij dorëzoi një raport mjekësor në gjykatë për të justifikuar mungesën. Në të njëjtën seancë, Leonard Duka dha dëshminë e tij përpara trupit gjykues. Ai mohoi të ketë patur ndonjëherë llogari në aplikacionin e komunikimit të enkriptuar Sky ECC. Duka deklaroi se nuk kishte dieni për kode, nuk kishte patur kontakte me persona që përdornin këtë aplikacion dhe për një foto të gjetur në komunikimet në Sky pretendoi se personazhi në imazh nuk ishte ai. Gjithashtu ai pranoi se e kishte takuar Ervis Martinaj, por mohoi që mes tyre të kite patur komunikime të tjera, kur përfaqësuesi i SPAK-ut, prokurori Behar Dibra, i bëri pyetje të mëtejshme përfshirë ato që lidhen me babain e tij, Leonard Duka, u përgjigj se i ati nuk kishte pasur asnjë problem dhe nuk kishte ndarë asgjë të dyshim me të. Prokuroria dorëzoi në gjykatë një sër provash të reja përfshirë komunikimet e zbardhura nga aplikacioni Sky ECC, të cilat sipas organit të akuzës përforcojnë lidhjet mes Leonard Dukës dhe Ervis Martinajt. Në një moment gjatë seancës, atmosfera në sallën gjyqësore u tensionua, kur nëna e viktimës Santiago Malcos shpërtheu me akuza dhe u përjashtua nga salla nga trupa gjykuese. Ajo dëgjoi teksa thoshte mes lotësh se nuk do ta falte kur gjakun e të birit dhe se kishte futur në dhe pa të drejtë. Përpasoi, seanca është shtyrë dhe gjykata urdhëroi që të përsëritej fletëthirrja për Muhamet Dukën, i cili duhet të paraqitet në seancën e radhës për të dhënë dëshminë e tij. Nga hetimet e deritanishme rezulton se një ndër shkaqet e përplasjes së përgjakshme mes palëve ishte një incident më i hershëm ku dyshohet se Santiago Malco kishte dhunuar babain e vëllezërve Duka. Ky akt, sipas burimeve hetimore, kishte thelluar ndarjen mes familjes Duka dhe Martinaj, të cilët dikur kishin patur marrëdhënie të afërta. Malco, i konsideruar një mbështetës i fuqishëm i Ervis Martinaj, të njohur ndryshe si mbreti i kumarit, do të gjente vdekjen në një atentat, ndërkohë që Martinaj vetë rezultoni zhdukur pa gjurmë që prej datës 8 gusht 2022.